në Kosovë nuk kemi krizë institucionale dhe as politike. Në Kosovë kemi një farë vakumi kushtetues, të cilin base nuk do duhet ta kishim marrë vesh fare. Nuk kemi krizë sepse institucionet dhe mekanizmat e shtetit demokratik funksionojnë. Organet e rendit dhe të sigurisë veprojnë. Ligjet respektohen, e zbatohen, vetëm kuvendi i ri i Kosovës për legjislaturën e 9 ende nuk është konstituar. Sepse kushtetuta e Kosovës nuk e parasheh se çfarë duhet bërë kur propozimi për kryetar kuvendi nuk i merr 61 vota. Ne nuk kemi bllokuar sepse ne kemi propozuar kandidatën tonë. Sikur të mos propozonim kandidat, ne do të ishim bllokues. Përkundrazi, ne kemi propozuar kandidatën tonë. Dhe këtë e kemi bërë qysh në fillim me njerë. Dhe po ashtu ne nuk kemi bllokuar sepse ne kemi votuar për. Bllokimi vjen prej atyre që votojnë kundër ose atyre që nuk votojnë fare për ta pamundsuar kvorumin. Dhe në këtë mënyrë të pamundësojnë të tjerët të votojnë.